Kam pa në ëndër një njeri se kam parë ftyrën duke më thënë agjërat 6 ditë Shawal. S'ke nevoj me pa në ëndër për me thënë agjëraj 6 ditë Shawal. Unë po tham zhgondër, agjëraj 6 ditë Shawal se është sunet. Pse me ëndra? Pse? Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë me agjëru 6 ditë e Shawalit. Pse me ëndër? Edhe subhanallahu pse e ke pa një ëndër të tillë. Unë jam kundër këtyne që veç kur ta shën ëndër duhet me agjëru. Veç kur ta shën ëndër duhet me nis me fal. A disa njerë na lodh, po që kum pa ëndër tu fal, a duhet mu fal? Jo, s'duhet mu fal. Jo, s'duhet mu fal. Ja, mos u fal. Qa përbret me pa ëndër për mu fal? Qa përbret me pa ëndër me shku në qape? Të shmi kry këto se Allah të ka thonë mu fal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ka thonë mu fal. S'ka nevoj me prit me pa ëndra. Prandaj, ju e dini që unë ëndër nuk komentoj, ama këtë e përgjella jo për ta komentu ëndrën, po për ta treg vërejtjen, gjërat të cilat kanë argument, s'ka nevoj për ëndra. Allahu i bekoft.